Selam aleikum wa rahmetullah. Muslimanët e vegjël, jeni gati për një tregim? Tregohet për një njeri i cili kishte dëgjuar se në një vend njerëzit adhuronin një pemë të madhe në vend. Si kjo që është pasmeje. Shikojeni? Ja këtu. Mashallah. Ky mori sopatën dhe u nis rrugës për të prerë pemën. Shejtani, i cili me mund të madh kishte arritur t'i mashtronte njerëzit derisa ta adhuronin pemën, nuk do ta linte këtë njeri që të shkonte të ta priste atë pemë, dhe i del përpara, po me pamje njerëzore, si njeri. I thot, ndal, ku po shkon? I thot ky, po shkoj të pres për hir të Allahut atë pemën që njerëzit po adhurojnë përveç ti, pra përveç Zotit adhurojnë pemën. I thot shejtani i mallkuar me pamje njerëzore. I thot, ndal, thot, unë nuk do të lejoj që të shkosh. Dhe ja pengon rrugën, i del përpara. Ky personi, ky ishte i fuqishëm, me kap dhe hedh për tokë, bie lehtësisht shejtani për tokë dhe ky vazhdon rrugën. Shejtani siç ishte për tokë, ashtu i mbështetur, i rrëzuar, i thot, ndal, kam një propozim më të mirë për ty. Ky njeriu me sopatën në dorë i thot, cili është propozimi? Unë them që ktheu në shpitate. Në qoftë se ti kthesh në shtëpinë tënde, do të gjesh çdo mëngjes 2 monedha floriri në një astik. Njerëzit le ta adhurojnë. Ti nuk po adhuron ato pemë. Ti nuk po i bën gjunaf Zotit. Ti je në rregull. Ktheu në shtëpi dhe je rehat. Të nesër mëngjes 2 monedha i ke poshtë astikut. Po mendon të ky, po e vërtet. Ata po adhurojnë, unë s'po adhuroj. Siç ishte me sopat, u kthye në shtëpi. Ran gjumë darkët i lumtur. 2 monedha floriri. 500 euro me lekët tona sot, ndoshta më shumë. Kur zgjuat nesër në mëngjes, hapi astikun, 2 monedha floriri gjendeshin në të. Sa bukur, tha. Ja qellova. Shejtani ja kishte premtuar për çdo ditë. Ditën e dytë ran për të fjetër, kur u zgjuar mëngjes, ngriti astikun, nuk i gjeti monedhat. Unë e vrikos se shejtani e kishte mashtruar dhe këtë. Ashtu siç ishte me nerva, e mori sopatën dhe u nis për tek pema. I del përsëri ky personi, pra shejtani me pamje njeriu. I thot, ndal, thot, ku po shkon? I thot ky, po shkoj të pres për hir të Allahut atë pemën atë që pa adhurojnë njerëzit. I thot ky, ndal, nuk të lejoj të shkosh. I thot ky, hape rrugën, se do shkoj ta pres. Teksa mundohet që ta kaloj shejtanin e mallkuar, nuk e kalon dot. Mundohet që ta hedhi për tokë, po është pikrisht shejtani i cili e kap këtë dhe e përplas për tokë. Ishte më i fuqishëm kësaj here. Ky personi, ky njeriu i cili kishte shkuar për të prerë pemën, i thot shejtani, thot, si ka mundësi që më hodhe kësaj here? Unë herën e parë të hodh aty, ndërsa kësaj here ti ishe më i fortë se unë. I thot shejtani mallkuar, herën e parë ti ishe më i fortë se unë, sepse qëllimi jot, njëti jot ishte vetëm për hir të Allahut, ishte sinqerisht. Ti kur u nise për ta prerë atë pemën, u nise sinqerisht për ta bërë këtë gjë. Kurse herën e dytë nuk e bëre për hir të Allahut. Herën e dytë e bëre nga inati, pse nuk i gjete monedhat. Unë herën e parë nuk isha fuqi sepse sinqeriteti jot ishte shumë i fuqishëm për mua. Edhe arrita të mashtroj. Ndërsa herën e dytë ti nuk e bëre sinqerisht për hir të Allahut dhe unë isha më i fuqishëm se ti. Prandaj fëmijët e dashur, keni parasysh, kur ta bëni një adhurim për hir të Allahut, bëjeni me sinqeritet. Zoti i gjithësisë nuk i pranon punët ti bësh për diçka tjetër përveç ti. Ti bësh për dikë tjetër përveç Allahut. Përkundrazi, ti në qoftë se mëson suret përmendësh, mos i mëso se të ka premtuar babi diçka ose po të urdhëron mami. Bëje që të kënaqësh Zotin. Sepse ky Kur'an që ti do të mësosh për hir të Allahut tani, do të mbetet gjithë jetën. Kur të thot mami dhe babi, çu falë namazin, mos e fal se po ta thon ata. Fale se ta ka urdhëruar Zoti, para se ta urdhërojnë prindrit e tu. Fale që të kënaqësh Allahun, sepse shpërblimin do ta marrësh. Ti namazin do ta falësh. Edhe po se patë njëtin, edhe po e patë njëtin për hir të Zotit. Por se në rastin e parë
ti nuk merr shpërblim, nëse e bën vetëm se po të thonë mami dhe babi, nuk e merr. Do të jetë sinqert. Në rastin e dytë e merr. Selam aleikum wa rahmetullah.